Krim brenda familjes, 47 vjeçari vret gruan dhe 6 fëmijët e tij, i vë flakën banesës dhe më pas vetvritet. Një ngjarje rënd ka tronditur Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku një 47 vjeçar dyshohet se vrau gruan dhe 6 fëmijët e tij, i vuri qëllimisht flakën banesës dhe më pas kreu vetvrasje. Christopher Carol Kiecis, 47 vjeç dhe bashkëshortja e tij Amanda Madje, 39 vjeç, si dhe 6 fëmijët e çiftit të moshës 5 deri 15 vjeç, u gjetën të pajet në shtëpinë e tyre pranë liçenit në Michigan. Sipas hetimeve paraprake, Christopher qelloi fillimisht me armëzjarri gruan dhe fëmijët e tij. Më pas, ai dyshohet se ndezi disa vatra zjarri në pjesë të ndryshme të banesës. Policia u njoftua pasi banorët raportuan për tym të bardhë që dilte nga shtëpia. Ekipet e emergjencës ju deshën rreth 3 orë për të lokalizuar burimin e zjarrit dhe për të hyrë në banesë, ku zbuluan trupat e pajet të antarëve të familjes. Disa prej viktimave u gjetën në dhomat e gjumit. Autopsit konfirmuan se të gjithë kishin humbur jetën si pasojë e plagëve të shkaktuara nga armëzjarri dhe jo nga flakët. Hetuesit besojnë se zjarri ishte vendosur qëllimisht në disa pika të shtëpisë për pas vrasjeve, ndërsa po punojnë për të përcaktuar saktësisht se si nisi e gjithë kjo. Edhe kafshët shtëpiake të familjes nuk i mbijetuan zjarrit. Sipas mediave amerikane, Christopher dhe Amanda u njohën në vitin 2008 në kompaninë ku punonin dhe u martuan në gusht të vitit 2009. Ata sollën në jetë 4 fëmijë biologjik dhe më vonë adoptuan edhe 2 vajza. Megjithatë, pas fasadës së një familje të lumtur, duket se fshiheshin probleme në marrëdhënien e çiftit. Rreth 8 vite më parë, Christopher kishte krijuar një lidhje jashtëmartësore me një praktikante shumë më të re në vendin e punës. 2 vite më parë, Amanda kishte rrëfyer në platformën Reddit vështirësitë e martesës së saj, duke treguar se bashkëshorti e kishte tradhtuar sërish me një praktikante. Në një nga postimet e saj ajo shkruante: "Edhe pas një periudhe të gjatë vuajtjesh, kuptoi se duhet të mbështetej tek vetja për të vazhduar jetën." Autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet e kësaj tragjedie familjare.